Shumë kush është tallur 24 orët e fundit me pjesëmarrje në mitingun e thirrur dje nga Sali Berisha. Dhe me drejt, ka raste ku në dasma shkojnë më shumë njerëz sa në protestat e PD-s. Mirë po, e njëjta gjë për mendimin tim ndodh edhe në Partinë Socialiste, ndonse kjo gjë duket më pak. Imagjinoni sikur Rama një moment të thras një takim me qytetarët dhe të mos marrë me zor asnjë në punës shtetit. Asnjë patronazhist mos ushtroj presion tek familjarët e vet apo punësit e shtetit për të marrë pjesë në takimet e Ramës. Kam përshtypjen që akoma dhe më pak njerëz do të paraqiteshin në tubimet e këtij të fundit. Gjithsesi, ajo çfarë karakterizon shoqërinë shqiptare sot dhe që ushqehet ditë pas dite me lugët e Edi Ramës dhe Sali Berishës është pesimizmi. Dikur thuaj për indiferencën që ishte pesha e vdekur e historisë. Sot m'duket se vendin e saj e ka zënë pesimizmi. Dhe pesimizmi që thash ushqehet nga të dy, edhe nga Rama edhe nga Berisha. Ata duan një shoqëri gjithnjë më pak aktive, ata duan një shoqëri që të mos ketë mundësinë të imagjinojë përtej kësaj dysheje të korruptuar për të gjetur një alternativë. Ata dy janë bashkë. Janë bashkë që nga reformat e mëdha dhe shkatrimtare, si duan të fusin hundët kohët e fundit në reformën drejtësi për të fituar imunitet për njëri tjetrin, te reforma territoriale, te reforma zgjedhore, e deri tek rritja e çmimit të biletës së autobusit në linjën Kamës-Tiranë. E dini, besoj se Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Kamës ka votuar me të dyja partitë gati unanimisht që qytetarët e Kamës paguajnë një bilet 25% më shtrenjtë. Sepse kur vjen puna për të shërbyer interesave të oligarkëve dhe interesave tyre të ngushta të korruptuara, Edi Rama dhe Sali Berisha janë një. Mirëpo, shoqëria shqiptare po rritet përtej këtyre dy partive, përtej këtyre dy pushtetarëve të korruptuar. Ndaj, unë mendoj se secili nga ne duhet bëj pak më shumë për të gjetur shpresën tek vetja, për të gjetur shpresën tek bashkëqytetari në mënyrë që ne të dalim nga amullia, të dalim nga pesimizmi dhe të kërkojmë të drejtat tona. Ne si Lvizje Bashk këto ditë të fundit kemi shkuar për ditë në qytetin e Kamës dhe jemi takuar me mijëra qytetarë që nuk na kanë dhënë vetëm një firmë për peticionin ton, por na kanë dhënë edhe besimin se kjo është rruga e dur se si bëhet politika, duke u kundërvënë edhe pushtetit korruptuar shumicës së në Kamës, po edhe në Shqipëri, edhe një opozite të fjetur dhe të komprometuar edhe oligarkëve që ata ju shërbejnë, si oligarkëve transportit ashtu edhe oligarkëve të ndërtimit. Unë shfrytëzoj rastin për të komunikuar me ju në këto momente, për t'ju bërë thirrje sërish që të bashkoheni Lëvizjen Bashk. Keni linkun e formularit të anëtarësimit në mesazhin shoqërues kësaj videoje, e jani të bëhemi shumë, të bëhemi të fortë, të ndershëm e të guximshëm jemi, na duhet ende të arrijmë atë masë kritike që do t'i bënte të gjitha aspiratat tona realitet.